Takova rastësisht në rrugë një ish studenten time, dhe pas se si u vënë siklet kur e pyeta nëse kishte nisur punë. Arsyeja ishte se kishte nisur punë pikërisht në një inspektoriat. Nuk e them se te cili, për hir të se dua ta mbroj atë nga patronazhistët tuaj. Ajo ndiej në siklet sepse e dinte që unë e di se si bëhen emërimet nëpër inspektoriate dhe si bëhet puna në inspektoriate. Por kjo as pak për fajt saj, po tërësisht për fajin tuaj. Një i ri apo e re në Shqipëri do duhet ta deklaronte me krenari se po punon në një institucion kaq të domosdoshëm për çdo shoqëri demokratike, që po jep kontributin e vet në një punë kaq fisnike, sa kontrolli i ligjit, i cilësisë së produkteve, i kushteve të higjienës, në mbrojtje të punëtorit, të konsumatorit, në mbrojtje të shoqërisë. Në mbar botën e qytetëruar janë pikërisht juristët më të aftë, ekonomistët më të aftë, të rinjt dhe të rejat më ekselente, ata që fillojnë punë nëpër inspektoriatet shtetërore, pikërisht për shkak të peshës së detyrës që duhet të çojnë përpara. Në Shqipëri është turp të punosh në inspektoriat, në ato inspektoriate me të cilat pas mirëtimit të këtij projektligji nuk do merret më Sultani i Madhërisëm. Faleminderit.